Mirëmbrëma gocën, mirëmbrëmave, ja kjo ishte darka jonë për sot, si që shikoni kam bërë krahor pule me specka, qep edhe urdhër. Pastaj normali kam vendosur dhe erëza, kam hedhur çik piper, rigon, krip, nuk i holla spec djegse, piper të themi, piper djegës, ose piper të zi holla. Tu kam ngrirë speckat, si që shikoni. To ishin speckat si ato të Shqipërisë, si gjeta kësaj radhe, ishin mama mia shumë të mira. Po ishin përzier, ishin 2 nga këto. Nuk ishin gjitha njësoj, se po të ishin gjitha njësoj do këshon bërë speckat të mbushura. Dhe këto tjerët ishin të shtrembët. Megjithatë kam ngrirë speckat, si që shikoni. Tu kam ngrirë një thelpi urdhre. Kjo thelpi urdhrës, kamaca urdhra kësaj radhe e kanë ato thelpin shumë të ndaja. Këtu kam ngrirë gjysmën e qepës, ju o goca si keni kaluar sot. Jeni lodhur, shpresoj që t'jeni mirë edhe shumë njerëz më pëlqejnë, po nuk më ndjekin akoma. Unë e di që po bëhem e bezdisu, po të vesh gishtin për të ndjekur një njeri nuk e shumë gjë e madhe, njerëz dashur. Beshaka, faleminderit dhe për pëlqimet, kush ka dëshirë, nuk është asgjë me detyrim. Edhe ja ku i kam ngrirë që gjitha bashk. Tani po i vendos për të skuqur, shumë pak i kam skuqur, të them të vërtetë. Tu kam prerë krahorin e pulës, si që shikoni. Po e pres të pjata dhe jo të dorasa, se nuk e di. E kam qik me merak këtë pulën. Po e bëj kështu në copza të vogla. Si që shikoni. Jam e lodhur të them të vërtetën, jam shumë e lodhur. Vin fundi javës, atëre. Tu po vendos vajin e ullirit. Edhe kam hedhur krahorin e pulës. Elianën e ka zënë qik gribi dhe më qik grykët thot. Edhe ja, tu i përzgjegjë të gjitha bashkë, verdurat me mishin e pulës, me krahorin. I kam lënë që të marrin atë shijen të përbashkët, aty te qerekore. Me flak të ullët. Pastaj i kam shtuar një lugë mjalë të njerës. Në të vërtet do shtuar dhe një qik aceto balsamico, po më kujtoja se kisham, po më kishte mbaruar, të them të vërtet. Por gjithsesi dolën të mira edhe kshuja. Edhe ja ku janë gati. Dolën të shkëlqyera, vetëm se burri im tha doni dhe pak krip, po unë po përdor shumë pak krip. Përdor jam gjithmonë pak, po që tani më pak akoma. Dohet me janë dhe speckat, po nuk arrita dot, megjithatë kanë dolën super. Ja këtu po i vendos në përpjata.
e kështu me radhë. Po mbushim dhe pjatën e dytë. Si që shikoni, ja gra, kjo ishte darka jonë për sot. Ju uroj gjithë të mirat, natën e mirë, edhe gjumë të emër dhe më gdhifshi mirë nesër o Zot, jeni mirë familjarisht. Qofshi mirë kudo që ndodheni dhe kudo që jeni. Ciao, gocani, ciao.